vjeç, është single, një ndër DJ-t më të kërkuar në Kosovë dhe hyn në shtëpi me një energji elektrizuese. Siç ai ka kërkuar, shkojmë të shohim se çfarë surprize dhe si do t'i prezantohet banorëve. Roma, Big Brother vjellë dhe një. Përshëndetje, si e? E mirë DJ Gimbo. Përshëndetje, DJ Gimbo. Falenderit. Përshëndetje, DJ Gimbo. Mirë mbrëma, DJ Gimbo! Përshëndetje gjithë. Mirë se erdhe në Big Brother nga sonte banor zyrtar. Përshëndetje. Hëmi Goca, si ju duket? Mirë, falenderit. Ina? Ina, Ishte erdhe, urdhëror Ledion. Pra. Jo. Atere, DJ Gimbo, për juve që nuk e njihni mirë, është edhe DJ zyrtar i fituesit ende në fuqi të Big Brother Gjestit. Dhe me këtë rast shtohet edhe pak numri i shqiptarëve të Kosovës që janë brenda shtëpisë të Big Brother. Gimbo, qa këshille të ka dhënë Gjesti para se të hyje? Cila ishte këshilla? Këshilla, shko edhe fito. Ka që? Nashta nuk fitoj, amo besoj që kena më kënoj bashkë. Banorët janë shumë nice, po pëlqejnë shumë. Live ko kanë matë mirë. Edhe besoj që kena me kalu shumë nice. Ti se ta bësh qik muzikë, valla. I bina ma vërë. Pyetje Gimbos. Po, është single. Jo, e sekundë. A je kona i herë në Tajlanda? Au, po, ja bërë si brikena, po. Po besoj që kom e shku shumë shpejt. Ne, unë jom kon. Që ti galu të ndajlon mirë. O, jom kon Shiko, mirë. ti Selin nuk e qenë në Tajland, mos bëj kohë. Jo, për zonë s'kam qënë. Po pra, që Gimbo do i kise shpejti. Mua e kon. Nuk e di pse po më vetë, amo e marrë vesh pse po më vetë. Nese, i kaloni bukur, po ju lë pak të një, ose jo prit, se kam diçka. E di çfarë? Juve Goca, me qënë se si ju pëlqeu Gimbo fare, se ndenjet kështu do me thënë, nuk e di, unë nuk kam më shpresa, nuk di qa Goca është duhet me fut aty brënda. Pra, ka dole më s'mandron gjyrën. të betohem. Okej, e kuptoj këto që kanë gjetur dashurin jashtë dhe që i pret dikush jashtë. Po ju të tjera, do me thënë, nuk e di mortje. Ledion. Le t'ju martoj lagja, ha? Ledion, Po. me sa kuptova të vikim të dhoma surprizave. Po, urgjent. E po le të shkojmë. Në mënyrë urgjente. Hajde. Hajde, Aliku. Vetëm gocat, çunat rinë aty njëherë me Gimbon. Vetëm gocat, sepse sonte Big Brother për vajzat Ua, Ledion! ka sjell Borcel, një Ledion! brand premium për kujdesin e lëkurës, prodhim zvicerian i njohur për standardin e lartë të cilësisë maksimale. Produkte profesionale që ndihmojnë për pastrimin e lëkurës, për mirësimin e teksturës dhe një pamje të shëndetshme dhe të freskët. Borcel, më në fund, ta sollëm Selin Borcele, se ti e di që i ke fiksim. Selin, më dëgjon? O, Ledion, Ta që sollëm. shumë mirë, po doja të thoya diçka. Ta sollëm pra atë, se e di që e ke fiksim, thash. Po si dëgjoj shumë mirë, a mund ta ngrejmë pak zërin tu? Po e dojnë ngrejnë pa tjetër. Po, ku jam, unë jam tu. Ja, aty je, shumë mirë, aty. Dëgjoj tani. Se unë jam shumë e fiksuar mbas kujdesit të lëkurës, duket. se ndani mend atë tap. 7 orë skincare në mëngjes drejt darkë, ha? Edhe Ledion kam gjithë të ditë që kërkoj sepse jam përdoruese prej shumë vitesh të Borcel. Okej. Dhe kam patur një periudhë
Po. Një periudhë kohës kam pasur shumë probleme me akne dhe vetëm linja e Borcell më ka ndihmuar dhe shpëtuar. Kështu që nëse doni një këshill nga Celine the Queen, përdorni linjën dhe Borcell. Ju e dini që Big Brother sjell më të mirat, kështu që përdorni Borcell. Faleminderit. Takzoni goca. Unë dhe arbrit me ujë me sapun tash se kështu. Ujë me sapun, po xhixe kemi fytyrën. Pra, ha? Ajo, prit, ja ti themi Ergysit, të lutem na afro pak mua dhe arbrin. Shiko sa xhixe kemi fytyrën ne, që e laj me ujë me sapun, afro edhe pak arbrin, shi si është. Po ta afroj çik edhe këtu këtu. Jo, te Monika mos e afro. Po, afro. Mos e afro. Jo. Ka publicitet, rikthehemi pas pak.